محمد رسول الله. Me kogëdhëmbje. Jeta në të vërtetë, jeta e kësaj bote, si për mbretin, si për njeriun e rëndomt, funksionon mes këtyne dyjave, mes atyne mirësive të cilat i përjetojmë, e i shijojmë, e i shfrytëzojmë, e kënaqemi me to, e që pas vete tërheqin përgjegjësinë e falënderimit dhe mirënjohjes për Allahun fuqiplot, dhe ato probleme tjera të cilat edhe ato janë të pashmangshme, probleme të pakëndshme, sprova të ndryshme, e të cilat prapë edhe ato e kanë një farë prapavije, që është prapavija e të qëndrumit stoik, pavarësisht të sprovave dhe problemeve që jeta i sjell, pra të qëndruarit durueshëm, me sabër edhe me gajret, që ashtu qysh Allahu i madhruar është i kënaqur. Ky leç vlen për të gjithë njerëzit pa përjashtim. Ato begati në sasi edhe në mas, ndoshta dikush i ka ma shumë, dikush i ka ma pak, mirë po minimumi asaj që secilin prej neve e bën sikur me kon mbret, është ajo që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men asbaha minkum aminan fi sirbihi, muafan fi jasadihi, indahu qutu yawmihi ka'annama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha. Ai prej jush i cili gdhin në mëngjes i sigurt, rahat, nuk friksohet, nuk trishtohet, nuk ngoron me hap derën e shtëpisë dhe me dalë, ose me shku ku ka punë me shku. Pra siguria në radhë të parë. Ai i cili gdhin i sigurt në jetën e tij. Muafen fi jasadihi, i rahatum në shëndetin e tij. Dhe e ka ushqimin e ditës së tij. Që ky njeri është sikur se m'ia pasdhon Allahu krejt dunjan me çka ka. Kur e krahasojmë çët piknisje të begative dhe të mirësive, na e shohim se megjithatë as mbretërit nuk kanë ma shumë se ne. Për arsye se ajo shprehja sa na mjafton neve për me u ngop, edhe mbreti nuk mundet me hongër ma shumë. Edhe ai flen një shtrat sikur se flem na. Megjithatë, ai ndoshta punën e sigurisë e ka ma të lashe se sa e kemi ne, edhe kësaj këtu qëndrojnë disa përparësi që njeriu do të me ditë me i vlerësu. Nuk është synimi i kësaj çka po them, mos me lyp njeri me pas jetën më të mirë se që e ka. Nuk është synimi mos me insistu edhe me u pasunu, edhe me përmirësu standardin, edhe me rrit komoditetin, edhe gjithsesi, krejt në suazat të të lejumës, mrena kornizës asaj që Allahu e ka bo legjitime. Së është synimi këto, po synimi është se ne nga njerë harrojmë në rumvllazën, duke ndru çka me arrit hala ma shumë, harrojmë me e shiju edhe me u kënaq me çate që e kemi. Edhe planet, ëndrat, dëshirat për të ardhmen nuk duhet me na pengu me e shiju të tashmen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mënyrën më të mirë, më të bukur, më konkrete, më funksionale, na ka mësu çka do të me lyp na prej Allahut fuqiplot, me çka do të me u preokupu edhe me çka do të me u marr. Edhe e ka përmend një gjë edhe përmendet edhe në Kur'an, përmendet edhe në hadithet shumëta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, el-afia. El-afia i bie mirëqenje, me kon mirë. Ka ardhur migja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abbasi radiallahu anhu, ka thonë, ja Rasulallah, mësëm diçka të lutna, ka thonë, selillah el-afiyata fi dunya wal akhirah. Lëp prej Allahut që ti t'jesh mirë, pra ajtë ta mundësoj ty, që ti t'jesh mirë edhe në dunja dhe në ahiret. Lëp prej Allahut që ta mundësoj që ti t'jesh mirë edhe në dunja dhe në ahiret. Dunjani prej neve mundet me parashtru pyetjen, po du me shfrytëzu një moment për me lyp diçka prej Allahut. Çka me lyp? Qëto lype? Me konë mirë. E kjo me konë mirë, masanin në kupton shumë gjana. Abbasit, migjës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mbase i ka shkaktu pak, si me thonë, jo keq kuptim, po munges kuptimi, edhe mas një kohë e ardhë, ka thonë, ja Rasulallah, apo mëson edhe diçka të lutna.
Mësome edhe diçka për me u lut. Okej, ato që ma mësove herën e kalume, ato jem të e po edhe diçka tjetër. E i thot tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Abbas, o migja i pejgamberit, lëp prej Allahut me ta mundësu që ti me jetu mirë në dunja dhe në ahiret. Ja ka përsërit njëjtën, po tash i ka thonë, o Abbas, o migja i pejgamberit. Për mja tërhek vëmendjen edhe me e pase, si duket ti se pas ke kuptu ato që ka të këmsuon e ty. E qka është që ke me konë mirë? Me konë mirë është, mos me konë smut. Gjithsesi kena me konë smut na i herë. Mirë po, kër e kërkon njeriu mirëqenjen, kër e kërkon rahatin, shëndetin, po dhe gjendjen e mirë ekonomike, në një farë mënyre nuk i kërkon sprovat, ato sprovat e vështirësisë. Ato sprovat e vështirësisë kanë me të godit, gjithsesi se është ligji i Zotit, po ti s'ban me i lyp. Nuk ban me e lujt trimin, dëgudzimshmen, dhe me kun për hir të Zotit jam në gjendje edhe me duru. E duroj smundjen, e duroj skamjen, e duroj ato. Le që të mendim, le dikun në qosht të ndërdijes tone, edhe thuj, nëse Zoti më sprovon, inshallah më jep forcë me i duru. Po mos i lyp. Mos i lyp, nuk ban me e lyp sprovën, nuk ban me e lyp smundjen, për me fitu sevape. E kemi përmend stash vonë ato, ai që i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ati, mos ke lyp diçka pe Allahut se gjendja jote s'po mdoket fort e mirë, po thot, i kom thonë Zot, nëse ke zgjedh me më sprovam në dunja, ose don me më dashkon në dunja, jo në ahiret, e thot ish bo sikur se zog pa pupla. S'pon me e lyp sprovan. Një njeri transmetohet një burr koxhan mosh, i drejtohet Allahut, i thot o Allah, unë veç për ty kam nevoj. Veç për ty kam nevoj. Për kërkon dunja s'mërzitna. Hiç kërkush s'm vyn, andaj nëse dën ti me e pa sa e kam për një me këte, s'provam qysh dush. Kjo është shumë fjale madhe. Po thëmë besimtari, zbon me ju drejtu Allahut qështo, zbon me e lyp sprovan. Edhe e sprovon Allahu me një prej sprovave më të leta. Ujin që e ka pi, nuk ka mujt me e qitë. Edhe kush është sprovu se këto e në gjona që ndodhin, ju ndodhin njerëzve për shkak të komplikimeve të ndryshme shëndetësore, e din sa e rëndë është. Unë e them, Allahu na rujt, Allahu mos na sprovoft. Ajo është sprovu edhe, si me thonja, gjysdite, anidite, dhe e ka pa që nuk jeti ai që mund është me i thonë Zotit që të më sprovë. Edhe ka fillu tash pe i gazepit me dalë, më enë rrugëve, i ka taku do fëmi në bordë xhamis, të mësu të hoxha, të mësu shkronja, të mësu fjallë të Kuranit e kështu me radhë, edhe ata e kam pa që njëre është në cikletë dhe i kanë thonë, çka ki o migjë? A i ka thonë, o fëmijët e mi, ju jeni pa sherrë dhe jeni të pa djallëzume dhe pa gjunahe. Lutni Allahun që Allahu me esliru që të mizën e juj gënjeshtar. S'ka thonë që të mizën e juj, po mizën e juj gënjeshtar, se e ka pa që nuk është bash e lehtë me i thonë Zotit sprovom ti se une do të qëndraj. Zotit çka do të me i thonë, do të me i thonë, o Allah na jep mirësi. Na e mundëso me jetu mirë, na e mundëso me jetu shëndetshëm, me jetu në begati, mos na sprova, por nëse na sprovon, o Allah na forco, na s'po e lypëm, mirë po ti mos na, do më thonë, mos na privo prej mundësis me qëndru ashtu që është kënaqësia jote. Paramendoni ky burri që e përmena, shumë ma mire ka pas të kështë apliku porosin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Selullahi al-afia, lypni prej Allahut me konë mirë, me u dhuru mirëqenje. Shumë ma mire ka pas me u frymzu edhe prej Ebu Bekrit radiallahu an, i cili me gjithë madhështin që e ka pas Ebu Bekri, u konë burr i madh, u konë burr shumë i përkushtume dhe i përqëndrume dhe kështu me radhë, po mbi të gjitha u konë nxënës i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ai s'ka lëviz as djathtas as majtas. Ebu Bekri ka thonë, ma shumë kom qef që Allahu me më dhonë begati, e me ma mundësu me qenë mirë njës, se sa me më sprovu, edhe nëse ma mundëson me qenë i durushëm. A të durimin, ndoshta shpërblimi është ka njerë ma i madhë, dhe më thonë, ndoshta sabri, e ka shpërblimin ma të madhë se falëndërimi edhe mirë njohja. Me gjithate, a na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që shtu, po, le të vazhdojmë me e lyp mirësin
E mirësia mes tjerash është edhe me ditë me i vlerësu begatit e Allahut fuqiplot, e përmenda hadithin, ai i cili ka që ato 3 gjana, e aty së përmendet në i farë pasunie kështi qfare, ushqimi i qasaj dite që je qunë sabah. Që ato me pas je i pasën sa mreti, je i pasën sikur Allahu me ti pas dhënë këtë mirësit e dunja. Se funit njerëzit kanë edhe miliona e miliarda, mi u pas njëri prej tyne nuk e ka të garantume se nesër ka me e shiju një ushqim ose një diçka, për arsye se krejt ato që ne nga njerë i shohim në një mënyrë të kufizume si mirësi, po e zomë të mirat materiale, pasunia, parja, e të ngjashme. Me mungu shëndeti, nuk është se kanë në i farë vlere. Ushqimi nuk ka shije kur je smut. I njëti ushqim është që e ke hangër para një jave, edhe ta kakojt shumë sot stakona, pse se je pa qeft, ka humbë shia. Thuhet për Haxhaxhi ka qenë një pushtetar me pushtet kogja të madh, ka qenë pak edhe tiran, edhe zullumqar. E ai del të dera një ditë edhe e shen një katunar të kalu, edhe i thot, miq, hajde bojrum të onë këto. Edhe futët ai plaku mrena të udridh, me tut. Edhe kur hyn mrena, e shesë sofra shtrut, me të gjitha mirësitë e Allahut. I thot, hajde bojrum se e shtrova bukën, po ta qef me pas një musafir, ti qilove që aty, hajde bojrum. Ai plaku i thot, vallaj më vjen keq, po sot jam ngjinushëm. Për hir të Zotit, vullnetarisht po ngjinoj, e ku mbon jetë me ngjinu, s'moj më ul në sofër. I thot ai, hajde se kësi ushqime kas të mira nuk të bjen hise, nuk të vjen radha dhe mundësia me i shiju shpesh. E këtë plaku tash i thot, nga mirë s'ka po të thamë. Qëto ushqime që ti po thujen të mira, e të shishme, e të dobishme, e bio, e mahabete, thot nuk i ka bo, as bukpjeksi jetë, as kuzhinjeri jetë. Ja, tash ku i hapë sy, thot e kush i ka bo? Thot i ka bo shëndeti jetë, je shnash, je mirë, e basar edhe bukën takona. Provo në herë kur je smut, shtro sofrën edhe këshyra e kanë që të shije. Pra, mirëqenjen cilën Allah i madhruar e ofron, që ajo është ma e mira, që ato do të me e kërku, edhe në kërkesat tona Zotit s'ka nevoj me u kufizu, se Allahu sfiket tonëve me nadhon, këtë që ka të lypim. Po qëllimi është me ditë për një mend me i vlerësu gjanat, ashtu që është mas mire. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me shpalos edhe këtë aspektin tjetër, për arsye se ne si njerëz në ndërru vllazën kur jemi për një kohë gjatë jemi shnash, harrojmë që është me konsumut. Një kohë gjatë s'kemi najt telashe, najt problem, harrojmë çka është me pas gajle, derte, preokupime, mërzi. Një kohë gjatë jemi të sigurt, harron që është frika e kështu me radhë, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mes tjerash edhe na i ka kujtu se ne mund të mashtrohemi prej mirëqenjes. Andaj do të vëmendje, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Janë dy mirësi që në sytë e njerëzve duken të thjeshta, por janë shumë të rëndësishme. Do të janë dy mirësi që shumica e njerëzve nuk i vlerësojnë ato si duhet. Shëndeti edhe koha. Shëndeti, je mirë, je rahat, cila është ankesa jote, ose cili do të me konë falënderimi jote për Zotin. Tash kur jemi shnosh, themi nga njëherë, kur na kujtohet, shqyr që jemi shnosh, shqyr që kështo, shqyr ashto. Po pjesën ndërmuese të kohës, çka e kemi ankesa, mu prishkere, mu bo kjo, janë rritë shpenzimet, s'po më ngon djali, po bëhet kështo, rryma më erë shtrejt, ani i knejt. Do më thonë, shumica e ankesave, masani janë prapë për gjona të përballueshme, ose janë ankesa për gjona të luksit, valla se kam qëto, a realisht harron sa mirë është me pas buk me hangër, e ankosh për diçka që se ki, që edhe mos me pas njerëzit me shekuj, edhe gjatë gjithë historisë njerëzore kanë jetu pa te. Në të kalumën, babalar tonë, gjyshrit tonë, s'kan pas kere, s'kan pas klima, s'kan shku në përposhime, ka 2-3 herë në vjetë që shkojnë shumica prej njerëzve sat, e kështu me radhë, edhe kanë jetu. Ne ankojme për si gjona, edhe njëkohësisht harrojmë me falëndëru Allahun për ato mirësi që na i ka dhënë. Andaj shumica e njerëzve, sipas dëshmisë profetike,
janë në sprovë edhe mashtrohen për mos vlerësimin e dy begative të mëdha, shëndetit edhe kohës. Koha ferag që përmendet në hadith është koha në cilën mundesh me shfrytëzu, koha në cilën mundesh me bë diçka, koha në cilën mundesh qoftë edhe me punu për mi andresh vetit standardin edhe ma mirë mi a bo. Për arsye se është shumë keq, njeriu me nejtë badihava me u anku me thonë s'po kam. Përmendën dy njerëz, dy shokë, që tu kaj të dertë ndërmjet vete, tu bo mohabet. Njoni e thot, kujna konë na mërë burë, kur ja u ka nda Allahu pasunin, gjithë shtyne njerëzve që po i shohim, me shpia të mira, e me kere të mira, e me standarde të mira, e me luks tjetës, kujna konë na. Sikur me u anku, pse Allahu i ka dhonë filonit e ty s'të ka dhonë. I thot kë, pse burë s'po thu, kujna konë na, kur Allahu ja u ka nda smundjet disa njerëzve, e sprovat, e vështirësit, e vujtjet, e luftat, e kështu me radhë, pse edhe këtë pyetje nuk po e banë. Për arsye se do të me e këshyrë dunjan në një pamje pak më të kompletume, edhe gjithmonë, dikush i ka punë më mirë se ti, po edhe dikush i ka më keq se ti, edhe në momentin që e shet dikant se është i sprovum, ti një farë mënyrë, nëse edhe që kjo nuk ta ngjall atë ndjenjen për me falendëru Allahun, atëherë nuk e di kur ka më ngop ky njeri. Për arsye se gjithë Allahu ka me të dhonë, që ashtu që është na jep gjithë, mirë po shpesh njerëzit harrojnë me e falendëru Allahun. Andaj, ndërru vllazën, me na këshyrë kështu se cili prej neve është mret. Për arsye se sot jemi dalë prej shtëpive, pa ju të kërkujna. E kemi marrë rrugën e xhamis, pa thonë ka me mnal dikush edhe me mi dhonë dy shpulla, ose me mi sha babe nanë, në një kohë e kemi përjetu qëto. Deri në Vushtrë ose deri në Prishtinë si e ka në gjendje me shku, pa e pritë që to, pa marësisht atë ka ndodhë, as të ka ndodhë. E dallimin mes dy situatave dhe dy gjendjeve është shumë i madhë, për të cilën do të me e falendëru Allahun. Edhe për sigurinë, begatinë e sigurisë, edhe për begatinë e shëndetit, edhe për begatinë e rizkut edhe të idarës që e kemi, e pastaj për te i kësaj me apliku ato që na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lypni prej Allahut me u mundësu me jetu sa ma mirë. Edhe në dunja dhe në akhirat. S'ka ma thjesht edhe ma letë se që kjo, Allah i madhruar në e mundësoft, e them këtë që dëgjuam, dhe kërkoj falje prej Allahut për vete dhe për ju dhe dhe kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pavarësisht gjithave, na kena me vazhdu me u sprovu, edhe sprova është edhe me të mira dhe me të këqija. Njerëzit besimtarët sidomos, kur sprovohen me vështirësi, me smundje, me skamje, me sprovat ndryshme, si kur e ka një farë gatishmërie me bo sabër. Kur sprovohen me mirësi, ajo gatishmërie është pak ma e zbehtë. Për çfarë arsye? Menoj unë për një arsye të thjeshtë se s'po e dim se jemi të u sprovu edhe kur na jep Allahu shëndet, edhe kur na jep Allahu mirëqenie, edhe kur na jep pasuni, edhe kur na jep evlad, edhe kur i kemi punë të mirë, po harrojmë se edhe atëherë jemi duke u sprovu. Po gjithsesi, dimensioni i sprovës dallon, për shkak se këtu do të më thonë Zotit faleminderit. S'lyp Allahu fuqi plot kur gjo prej neve. Ai veç jep. Mirë po don edhe pret që na mja ditë, me ditë se prej Allahut i kemi të gjitha ato mirësitë të cilat i kemi, e ajo pastaj lyp me i përdor, që ashtu qysh Allahu është i kënaqur, mos me i keq përdor, edhe me kon falëndërues. Por në anën tjetër ka me vazhdu Allahu me na sprovu se ky është ligji. Ky është ligji i kësaj jete, të cilin vet Allahu e ka caktuar dhe e ka parapo. Ka me na provu, ka me na sprovu, ka me na qitë në sitën shosh, Allahu fuqiplot për me na e dhonë mundësin neve me dëshmu vetën se një me jemi të përkushtum. Pra po them, nuk e lypim, po kur të qonë Allahu, do të me qëndrua dhe do të me konë stabil. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë inna Allaha idha ahabba qauman ibtalahum. Allahu kur i don disa njerëz i sprovon. Pra kur Allahu e çon sprovën, dije se ta ka çu sprovën pse të ka dashur. E tash ti dosh me zgjedh rrugën e reagimit. Femen radiya falahu ar-ridha. Ai që është i kënaqur me Allahun, Allahu do të jetë i kënaqur me te. I ka çu Allahu sprovën, smundjen ose problemin ose çka do të qoftë, mos thuj pse mu. Mos thuj pse
Pse po më sprovon Allahu. Allahu po të sprovon se po të dan. Edhe Allahu po të sprovon për shkak se po don me të pagu, po don me të shpërbly. Femen radhiya falahu ar-ridha. Ai që është i kënaqur me Allahun, Allahu po të i kënaqur me te. Po është edhe e kundërta. O men sakhita fa alayhi as-sukht. E ai i cili është i pakënaqur me Allahun, edhe Allahu do të jetë i pakënaqur me te, ku qëndron dallimi, nuk është reciprocitet ky. Është merit me të cilën Allah trajton robën e vet, se funit na edhe me kon të pakënaqur me caktimin e Allahut. Çka mundum me i bë Allahut? A mundum me ndryshu diçka në ato që Allahu ka vendosur? Kur heq. Po, kur bëjmë të kënaqur, Allahu i madhruar edhe na e lehtëson përballjen me atë sprovë, edhe na shpërblen pasi çaj sprov të kaloj, për shkak se dunjaja funit është një gjendje të vazhdueshme, e cila është jo stabile. Ki me kon mirë, po masane i vjen ndoshta edhe e vështira. Edhe jenë vështirësi, masane i vjen çlirimi edhe e mira, edhe që shto funksionon dunjaja derisa të ndahemi prej kësaj dunjaje, e pastaj kur njerëzit do të dalin para Allahut fuqiplot, sigurisht se do të dëshironin sikur të ishin sprovu më shumë, e të kishin pas mundësi më shumë me bë sabër. E përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një gjë. Thotë do të vihet në ditën e gjykimit, do ta sjellin një njeri prej më të sprovumve, prej më të përvujtunve në jetën e kësaj bote, thotë edhe ato e marrin veç për një çast të shtin në xhenet. Veç një çast ai e shet xhenetin, edhe i thotë Zoti, o robi jam, a e kon na herë keq? A e kon na herë në vështirësi? A ke përjetu na herë vujtje? A i veç për qatë çast që e ka pa xhenetin, i haran këtë vujtjet e dunjas, të Zot, kur një jetën e keq nuk jem kanë. Edhe e kundërta, Allahu na rujt prej asaj gjendjes të kundërt që mos me pa xhehenemin hiç, as mos me kalu aty pari. Allahu i madhruar na udhëzoft, e na dhuroft sinqeritet në fjalën e vepra, e stabilitet në dëshmitë tona, qofshin ato të shqiptume apo dëshmitë tona të konfirmume me vepra, mbi të gjitha Allahu na i rregulloft gjendjet e zemrave tona. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نخره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله